Politika për fat keq çdo herë përzihet në art, do me thënë, po më varet ai udhëheci i institucionit sa mund është i qëndrueshëm dhe sa mund faktikisht ta mban edhe presionin, edhe të jetë vetvetja. Për fat të keq tek ne është, a në art nuk duhet të jetë, sepse artistët, skena ose ringu për artistin është skena. Nuk mund të pranohet me hatër askush në institucion kulturor, për arsye se ai nesër duhet të prezanton edhe ty, edhe qytetin, edhe kombin, edhe çdo gjë që ka të bëjë me ne. Në kohë të fundit politika e ka kuptuar këtë gjë dhe për fat të mirë më pak ka filluar të përzihet në art dhe kulturë. Edhe pse drejtorët çdo herë janë figura që i dërgojnë nga sfera e politikës ose e partive. Por ja që për fat të mirë tani vetë e din që kanë filluar dhe bisedojnë në për kuluare të ndryshme. Artisti është artist, në art nuk duhet përzihem, ato na prezantojnë neve dhe për fat mirë kjo shkon gjatë, por ja që kanë filluar edhe kuptojnë.